Horoskopi ditor, 10 nëntor 2025, dashi, fjalët kanë peshë këtë javë, me Merkurin që sot hyn në retrograd, për ju dashi, është momenti të ndaloni pak ritmin dhe të mendoni 2 herë para se të flisni. Mund të ketë keqkuptime, vonesa apo fjalë të thëna që dalin ndryshe nga si I keni menduar. Kjo periudhë zgjedh deri më 29 nëntor, ndaj mos merrni vendime të nxituara dhe shmangni debatet e panevojshme. Në sferën e komunikimit, kujdes me mesazhet, kontratat apo bisedat e rëndësishme. Njerëzit mund të jenë më të ndjeshëm se zakonisht. Në vend që të nisni diçka të re, rikthehuni te projektet që kishin mbetur pezull, ose përfundoni atë që keni lënë për gjysmë. Në dashuri, fjalët mund të bëhen burim tensioni, por edhe ura që ribashkon nëse zgjidhni qetësinë. Në vend të reagimit, dëgjoni. Në vend të fjalëve të forta, tregoni kujdes, këshilla për dashin, flisni me kujdes dhe qartë, pa ironi e pa nxitim, shfrytëzoni periudhën për reflektim, jo veprim, rishikoni planet dhe mendoni nëse vërtet jeni në rrugën që doni. Kjo retrograd mund të jetë një dhuratë e fshehur, një mundësi për të kuptuar më thellë me veten. Demi, koha për të rishikuar, jo për të rrezikuar. Sot, me Merkurin që hyn në retrograd, Demi ndjen një nevojë të thellë për të tërhequr pak nga zhurma dhe për të përqendruar te vetja. Deri më 29 nëntor do të jetë një periudhë reflektimi ku universi të fton të kuptosh më mirë marrëdhëniet, emocionet dhe mënyrën si menaxhon energjinë e brendshme dhe financat. Kujdes me çështjet e parave dhe burimeve të përbashkëta. Mos huazo dhe mos jep hua nëse nuk është e domosdoshme. Ka mundësi për vonesa, keqkuptime apo ndjenja pasigurie që lidhen me borxhe, ndarje të përfitimeve ose vendime financiare. Në dashuri, është momenti I thellimit, jo I vrapit pas pasioneve të shpejta. Ndoshta një ndjenjë nga e kaluara rikthehet, ose një bisedë e vjetër kërkon zgjidhje. Mos e shmang, dëgjo, reflekto dhe pastaj vendos. Këshilla për Demin, mos nënshkruaj kontrata apo marrëveshje të reja pa analizë. Ktheu te vetja, gjej çfarë të mungon dhe çfarë të jep paqe. Kujdes me shpenzimet. Kursimi është forca jote këtë muaj. Retrogradat mund të ngadalsojnë hapin, por për ty, kjo është periudha ideale për të forcuar themelet dhe për të përgatitur për rritjen që vjen pas. Binjakët, kur fjalët kthehen mbrapsht, Merkuri, sundimtari yt, kthehet në retrograd në sektorin e partneriteteve, dhe për ty, kjo është një periudhë ku çdo fjalë, çdo mesazh, çdo keqkuptim mund të bëhet temë reflektimi. Deri më 29 nëntor, marrëdhëniet personale dhe profesionale do të kërkojnë durim, qartësi dhe kujdes në komunikim. Në dashuri, mund të ndihesh sikur partneri po të teston ose si në një dyjovu emocional, ku çështje të vjetra rikthehen për të zgjidhur përfundimisht. Mos e merr si pengesë, është shans për të rishikuar dinamikën e lidhjes dhe për të kuptuar nëse ecni në të njëjtën drejtim, në marrëdhënie pune apo bashkëpunime. Keqkuptimet mund të dalin nga gjëra të vogla, por me ndikim. Prandaj, mos nxit përfundime dhe mos merr vendime impulsive. Në vend të kësaj, dëgjo më shumë, shkruaj më qartë dhe merr kohë për të reflektuar. Këshilla për binjakët, mos I përgjigju menjëherë mesazheve apo debateve, prit derisa të jesh I qetë. Në dashuri, komunikimi I qartë shpëton gjithçka. Njerëz nga e kaluara mund të rikthehen, pyet veten pse dhe për çfarë. Retrograda nuk të pengon të duash, thjesht të mëson si të flasësh me zemrën, jo vetëm me mendjen. Gaforja, kur e shkuara troket sërish, sot Merkuri kthehet në retrograd dhe për ty, e dashura gafore, kjo sjell një periudhë ku çdo detaj, çdo komunikim apo vendim kërkon vëmendje të dyfishtë. Deri më 29 nëntor mund të përballesh me vonesa, keqkuptime ose rikthim të çështjeve që mendoje se I kishe mbyllur. Në punë ose në përditshmëri, projekte të vjetra mund të kërkojnë rishikim, ose mund të kuptosh se disa gabime të vogla kanë nevojë për rregullim. Mos u shqetëso, kjo është një mundësi për të rregulluar, përmirësuar dhe për të marrë frymë më ngadalë. Në dashuri, keqkuptimet mund të lindin nga mungesa e qartësisë ose nga lodhja emocionale. Në vend që të reagosh, më mirë të tërhiqesh pak dhe të vëzhgosh.
Shpesh, ajo që duket si pengesë është thjesht një sinjal për të vendosur kufi të shëndetshëm. Energjia e retrogradës është perfekte për pastrimin emocional dhe riorganizimin e jetës së brendshme. Jupiteri në prapavi në shenjën tënde e thellon këtë nevojë për reflektim dhe shërim shpirtëror. Këshilla për gaforen: mos nënshkruaj apo premtosh gjëra të rëndësishme pa i lexuar 2 herë. Kujdes me komunikimin në punë dhe në marrëdhënie. Mos e merr gjithçka personale, jep vetes kohë për qetësi dhe pastrim të mendjes. Luani, kur zemra kujton çka lën pas për ty, luani i zjarrt. Kjo periudhë shënon një kthim në ndjesitë dhe historitë që ndoshta i kishe varrosur thellë. Merkuri kthehet në retrograd sot dhe deri më 29 nëntor do të prek sektorin tënd të dashurisë, krijimtarisë dhe pasionit. Në këtë fazë mund të rikthehen persona nga e kaluara, emocione të papërfunduara ose ide që dikur i lëve pas dore. Është sikur universi po të fton të rishikosh zemrën tënde, jo për të kthyer prapa, por për të kuptuar se çfarë të mësoj çdo ndjenjë dhe çdo ndarje. Në dashuri, mos u habis nëse dikush nga e kaluara të kërkon sërish. Por para se të hapësh derën, pyet e veten: a dua të përsëris një mësim apo të vazhdoj një kapitull të ri? Retrograda të ndihmon të shohësh qartë se ku duhet të japësh dashuri dhe ku duhet ta kursesh atë. Në planin krijues mund të ndihesh i bllokuar ose i pasigurt, por kjo është koha për të rishikuar idetë tua, për të rifituar frymëzim dhe për të kthyer projektet e vjetra në diçka të re. Këshilla për luanin: mos nxitoni në dashuri, jo çdo rikthim është rilindje. Shfrytëzo nostalgjinë për të krijuar, jo për të ngecur. Kujdes me komunikimin. Një fjalë e nxituar mund të ndezë zjarr pa nevojë. Retrograda të kujton një gjë të thjeshtë, por të fuqishme: dashuria e vërtet nuk është ajo që të rikthehet, por ajo që të rrit. Virgjëresha, rënjet që kërkojnë rishikim për ty. Virgjëresh e kujdesshme dhe perfeksioniste, kjo periudhë ndjen sikur universi të ka ndalur që të marrësh frymë dhe të shohësh gjithçka ndryshe. Merkuri, planeti yt sundues, hyn në retrograd sot dhe do të qëndrojë ashtu deri më 29 nëntor, duke ndikuar drejt për drejt në jetën personale, familjen dhe ndjesinë e stabilitetit. Në këto javë do të zbulosh se shumë prej gjërave që mendove se ishin në rregull, ndoshta nuk janë aq të qeta sa duken. Mund të rikthehen çështje të pasgjidhura me familjar, keqkuptime që kanë mbetur pezull, ose ndjenja fajësie për detyrime të paplotësuara. Por kjo nuk është për të ndëshkuar, është një mundësi për të rregulluar, riparuar dhe riforcuar lidhjet që kanë rëndësi. Në dashuri dhe marrëdhënie të ngushta, ke nevojë për qetësi, ndjeshmëri dhe hapësirë. Fjalët mund të keqkuptohen lehtë gjatë retrogradës, ndaj më mirë dëgjo më shumë se sa të reagosh. Kujdes gjithashtu me çështjet praktike, mund të ketë probleme teknike, vonesa ose prishje shtëpiake që kërkojnë durim dhe organizim, por në thelb, kjo periudhë është një dhuratë. Ajo të ndihmon të kuptosh çfarë të jep ndjenjën e sigurisë së vërtetë, jo vetëm jashtë, por edhe brenda vetes. Këshilla për virgjëreshën: mos kërko përsosmëri, kërko qetësi, riparo marrëdhëniet, mos i shmang, rishiko bazat e tua, shtëpinë, trupin, shpirtin. Fjalët e thjeshta janë më të forta gjatë retrogradës. Retrograda të kujton se stabiliteti nuk gjendet në rregull, por në pranimin dhe përmirësimin e të papërsosurës. Peshorja, zëri yt kërkon qartësi për ty. Peshore e mençur dhe diplomatike, kjo periudhë është një test i durimit dhe i komunikimit. Merkuri fillon retrogradën sot në sektorin tënd të komunikimit dhe kjo ndikim do të zgjasë deri më 29 nëntor. Kjo do të thotë se fjalët, mesazhet dhe takimet nuk do të rrjedhin si zakonisht. Vonesat, keqkuptimet dhe rikthimi i temave të vjetra janë në horizont. Ndoshta do të kesh një bisedë që se prisje me dikë nga e kaluara, ose do të kuptosh se diçka që the dikur nuk u interpretua siç doje. Në këto javë, universi të fton të ngadalësosh ritmin dhe të dëgjosh më shumë se sa flet. Mos e merr personal çdo vonesë apo keqkuptim. Ato janë thjesht mënyra që jeta ka për të mësuar si të komunikosh me më shumë kujdes dhe thellësi. Mund të ketë gjithashtu çështje praktike me dokumente, udhëtime të shkurtra, ose pajisje që prishen në momentin më të papërshtatshëm.
por përmes këtyre pengesave do të mësosh të organizohesh ndryshe, më me urtësi dhe efikasitet. Në dashuri dhe miqësi, ke nevojë të jesh i qartë dhe i sinqert, por pa u nxituar. Fjalët që dalin pa menduar mund të sjellin ftohtësi. Zgjidh heshtjen e mençur përpara reagimit emocional. Këshilla për peshoren: mos i beso çdo mesazhi të parë, pyet, sqarohu, reflekt, ripuno projektet e vjetra. Idetë e mira duan kohë për të lullëzuar. Kujdes me fjalët, ato janë ura, por edhe armë. Ngadalso, rruga e qetë të çon më shpejt në qartësi. Retrograda të kujton: komunikimi i vërtetë s'është të flasësh më shumë, por të dëgjosh më thellë. Akrepi, koha për të rivlerësuar vlerat dhe kufijtë. Për ty, akrepi i thellë dhe intuitiv, universi hap një kapitull reflektimi financiar dhe emocional. Merkuri fillon retrogradën sot në sektorin tënd të pasurive dhe burimeve personale, dhe kjo ndikim zgjat deri më 29 nëntor. Kjo periudhë nuk është për të marrë vendime të mëdha, por për të rishikuar, rivlerësuar dhe riparuar. Mund të dalin në pa çështje që lidhen me buxhetin, borxhet ose vlerat që ke harruar, por edhe me besimin dhe kufijtë në marrëdhënie. Ndoshta një projekt financiar do të ndalet përkohësisht ose një marrëveshje do të kërkojë rishikim. Mos u mërzit, kjo është mënyra e universit për të dhënë kohë të shohësh më qartë se ku po e investon energjinë tënde. Qoftë në para, dashuri apo besim, në marrëdhënie mund të ndjesh se dallimet e vlerave ose kufijtë personal po testohen. Kjo është një kohë e mirë për të kuptuar se kush të vlerëson realisht dhe kush të sheh vetëm për atë që ofron. Në aspektin praktik, bëhu i kujdesshëm me komunikimet dhe dokumentet, sepse keqkuptimet financiare apo fjalët e paqarta mund të sjellin tension. Shmang vendimet impulsive, durimi tani është investimi më i mirë. Këshilla për akrepin: mos e nënvlerëso fuqinë e një pauze, ajo të jep qartësi. Rishiko financat, borxhet dhe marrëdhëniet ku ndihesh i lodhur, mos u shpreh me nxitim. Fjalët mund të peshojnë më shumë se mendoje. Fokusohu te vetvlera, jo vetëm te vlera materiale. Retrograda të kujton: ajo që ke, e merr kuptimin e vërtet vetëm kur e vlerëson me zemër, jo me numra. Shigjetari, koha për të dëgjuar zërin e brendshëm, jo shurmën e botës. Për ty, shigjetari i lirë dhe i zjarrt, universi po vendos një pasqyrë përballë shpirtit tënd. Merkuri nis retrogradën në shenjën tënde dhe deri më 29 nëntor do të ftoj të ngadalësosh hapin dhe të reflektosh thellë mbi drejtimin tënd. Ti je mësuar të ecësh përpara me zjarre e kuraj, por tani duket sikur rruga të ndalon pak, jo për të penguar, por për të drejtuar saktë. Kjo periudhë sjell paqartësi në komunikim, vonesa në plane, keqkuptime me të tjerët. Por më shumë se kaq, sjell një mundësi për të kuptuar vetveten në një mënyrë që nuk e ke bërë kurrë më parë. Mos nxit fillime të reja tani, sepse çdo ide që lind në këtë retrograd do të ketë nevojë të piqet më vonë. Në vend të veprimit të shpejtë, përqafo reflektimin. Shkruaj, medito, dëgjo ndjenjat e tua, sepse intuita jote do të flasë më qartë se logjika. Në marrëdhënie, mund të kesh momente ku fjalët e tua keq kuptohen, ndaj zgjidh heshtjen e mençur në vend të shpjegimeve të pafundme. Jo gjithkush mund të kuptojë thellësinë e asaj që ndjen, e kjo është në rregull. Kjo retrograd është si një pastrim mendor, një mundësi për të rindërtuar mendimet, ëndrat dhe drejtimin jetësor. Kur të mbarojë, do të ndihesh më i kthjellët, më i qartë dhe shumë më i sigurt për hapin e radhës. Këshilla për shigjetarin: mos kërko përgjigje jashtë, kërko qetësi brenda vetes. Fjalët e thëna me nxitim tani mund të kenë peshë të dy fish. Reflekto mbi identitetin tënd, kush je. Parolet që të tjerët të kanë dhënë, udhëtimet mendore janë më të rëndësishme se ato fizike tani. Retrograda të thotë: ndonjëherë, për të parë më larg, duhet të mbyllësh syt për një çast. Bricjapi, kur heshtja flet më shumë se fjalët, sot për ty, bricjapi fort dhe i kujdesshëm, fillon një periudhë që do të testoj durimin dhe qartësinë tënde. Merkuri kthehet në retrograd dhe mbetet aty deri më 29 nëntor, duke krijuar një mjegull komunikimi që mund të bëjë të ndihesh sikur gjithçka që thua keq kuptohet, apo sikur fjalët e tua humbasin në ajër. Ka rrezik për keqkuptime, vonesa ose zbulime që nuk i planifikoje. Ndoshta flet më shumë se ç'duhet, apo dikush tjetër të lexon gabim.
Edhe mendimet e tua mund të ndihen të turbulta, sikur zëri i brendshëm po të flet në një gjuhë që s'e ke dëgjuar më parë, por ky është një test i vlefshëm për ty. Bricja pidi të ruaj vetë kontrollin, të analizoj, dhe kjo retrograd kërkon pikërisht këtë, të mos nxitohesh, të mendosh përpara se të flasësh dhe të gjesh të vërtetën në mes të zhurmës. Është moment i mirë për rishikim. Riktheu tek projektet e vjetra, tek ëndrat që le pezull, tek gabimet që ndoshta si pe asnjëherë me qetësi. Aty fshihen përgjigjet që tani do të ndriçohen ngadalë, si drita e parë e mëngjesit pas një nate të gjatë. Në marrëdhënie, kujdes me çfarë ndan, sidomos në biseda të thella. Jo çdo mendim i papërfunduar duhet thënë me zë. Më mirë përpunoje, shkruaje, reflekto. Fjalët kanë fuqi dhe kjo periudhë të mëson ta përdorësh me maturi. Këshilla për bricjapin, mos nxit konkluzione, lejo kohën të flasë, kujdes me sekrete dhe informacione të ndjeshme, rishiko planet e vjetra, mund të gjesh arin në rënojat e tyre, më shumë vëzhgo, më pak reago, në këtë retrograd. Universi të thotë, nëse nuk dëgjon dot botën rreth teje, dëgjo veten, zëri yt i brendshëm di rrugën. Ujori, koha për të rivlerësuar lidhjet dhe rrjetin, për ty, ujori i shpirtëzuar dhe vizionar, universi po të jep një shtys për të parë raportet, grupet dhe rrjetin social me sy tjetër. Merkuri nis retrogradën sot dhe do të qëndrojë aty deri më 29 nëntor, duke sjellë mjegull, vonesa dhe nevoja për rifokusim në marrëdhëniet shoqërore dhe planet afatgjata. Ky është një moment për të reflektuar mbi vendimet e fundit, për të rishikuar projekte që ke lënë pezull dhe për të korrigjuar detajet të harruara. Ndonjëherë, një mik i vjetër mund të rikthehet në jetën tënde, duke të dhënë mundësinë të mbyllësh një kapitull ose të rindërtosh një lidhje. Në punë, partneritete dhe bashkëpunime mund të kërkojnë rishikim dhe përmirësim. Kujdes me fjalët gjatë komunikimeve, keqkuptimet me kolegë ose shok janë të mundshme. Në planin personal, përdore këtë kohë për të parë cilat lidhje dhe projekte të sjellin vlerë reale dhe cilat kërkojnë riparim ose distancim. Kjo periudhë nuk është për nxitim, por për mençuri dhe qartësi. Çdo vonesë ose rishikim është një mundësi për të përforcuar themelet e asaj që ke ndërtuar dhe për të zgjedhur rrugën më të sigurt për të ardhmen. Këshilla për ujorin, shfrytëzo kohën për të rifokusuar energjitë në lidhje dhe rrjetin social. Rishiko planet dhe vendimet e fundit, detajet e harruara mund të bëjnë ndryshimin. Mos u nxito në komunikim, bisedat të nxituara mund të sjellin keqkuptime, kujdes me bashkëpunimet dhe marrëdhëniet profesionale. Peshqit, koha për të riparuar dhe qartësuar vizionin, për ty, peshk i ndjeshëm dhe intuitiv, fillon një periudhë që kërkon fleksibilitet dhe durim. Merkuri kthehet retrograd sot në shtëpinë tënde të karrierës dhe statusit publik dhe do të qëndrojë deri më 29 nëntor. Ky është një moment për të rishikuar planet afatgjata, projektet profesionale dhe qëllimet e jetës. Megjithatë, mos prisni qartësi të plot menjëherë, vonesat dhe keqkuptimet mund të shfaqen, duke të detyruar të rikonsiderosh disa vendime ose të ripunosh projekte që mendove se i kishe mbyllur. Në komunikim, veçanërisht me shefat, kolegët ose publikun, bëhu i kujdesshëm dhe mos e tepro me fjalët. Çdo pengesë ose ndalesë mund të duket irrituese, por është një mundësi për të reflektuar mbi prioritetet dhe për të korrigjuar detajet që ke injoruar. Në aspektin personal, mbaj qetësinë dhe përdore këtë kohë për vetë reflektim dhe për të ndërtuar strategji që do të sjellin përfitime të qëndrueshme. Frustrimet e vogla mund të jenë shenja të fshehura që të tregojnë rrugën e duhur. Këshilla për peshqit, përdore vonesat dhe keqkuptimet për të rishikuar planet dhe projekte të rëndësishme. Komunikimi me autoritetet kërkon qartësi dhe maturi. Mos nxitim në vendime të mëdha, reflektimi sjell zgjedhjet më të mira. Shiko pengesat si sinjale, jo si bllokime. Retrograda të kujton, ngadalso, rishiko dhe vepro vetëm kur ke qartësi. Ajo që duket pengesë sot, mund të jetë hap i madh drejt suksesit tënd të ardhshëm.